Nuk isha ere, as e ndrojtër. Kisha kaluar moshën 35 dhe mendova se I kisha parë të gjitha llojet e burrave. Të shpejtët, të ngathtit, ata që flasin shumë dhe ata që nuk thon asgjë. Por asnjëri nuk më kishte lënë pa frym, deri atë pasditë e vjeshtë. E pash për herë të parë në stacionin e vjetër të trenit. Ishte ulur në një stol prej druri me një pallto të zezë pak të konsumuar dhe një kapel leshi që I binte mbi vetullat e trasha. Rreth tij njerëzit kalonin pa e parë, por unë po. Diçka tek ai më tërhoqi si një magnet. Isha e lodhur nga qyteti, nga zhurma, nga burrat që donin vetëm të merrnin dhe iknin. Atë ditë, pa e ditur pse, ju afrova. Mund të ulem? E pyeta. Ai ngriti kokën ngadalë. Sytë e tij ishin ngri si quelli para shiut, dhe pastaj buzëqeshi. Jo një buzëqeshje e madhe, por ajo e vogla që të bën të ndihesh sikur ke fituar diçka të rrallë. Uluni zënja, tha me zë të thellë, të ngjeshur nga vitet. Aso kohe nuk e dija se ai njeri do të më jepte më shumë se ç'kisha kërkuar ndonjëherë. 2. Ftesa. Biseduam përgjysmore. Më tregoi se quhej Sokol, ishte 72 vjeç, ish detar dhe tani jetonte vetëm në një shtëpi prej guri në periferi të qytetit. Nuk ishte I pasur, nuk ishte I famshëm, por kur fliste, unë haroja se ku isha. E dini çfarë më mungon më shumë nga deti, më pyeti. Çfarë? Qetësia dhe durimi. Në det nuk nxiton askush. Nëse nuk di të presësh, dallgët të glabrojnë. Unë çësha nervozisht, sepse jeta ime ishte e mbushur me nxitim. Dhe ai, sikur ma leçoi mendjen, më tha: "E jani një mbrëmje në shtëpinë time. Do t'ju tregoj diçka që nuk e keni provuar kur." Mendova se fliste për verë të vjetër, për fotografi të detit, për ndonjë histori të gjatë që të vë në gjumë. U gabova. 3. 4 orët. Të shtunën në mbrëmje, trokita në derën e tij prej drurit të vjetër, shtëpia mbante erë, dërlinj dhe letrash të vjetra. Më priti me një kafe turke dhe një pjatë me reçel të bërë vetë. Hëngrëm duke folur për ryjet, për stinët, për atë që na bën të ndihemi gjallë. Pastaj, pa asnjë paralajmërim, ai më tha: "Tani do të fillojmë." "Çfarë?" pyeta. "Do të kënaq, por jo siç mendon ti. Unë nuk kam më forcën e një buri të ri. Kam diçka tjetër." Më mbushi një gotë me ujë të ftohtë dhe më tha të rija rehat në divanin e vjetër prej kadifeje. Dhe pastaj filloi. I 4. Çfarë nuk ndalonte? Për 4 orë rresht, plaku nuk ndalonte së foluri, por jo fjalë të zakonshme. Ai më tregonte historinë e jetës sime, jo si që kisha jetuar unë, por si që do të ishte nëse do të kisha pasur gucim. Më tregonte për atë punë që nuk e ndërmora sepse kisha frikë, për atë njeri që nuk e putha në stacion sepse prita momentin e duhur, për atë udhëtim që shtyja çdo vit. "Jeni e lodhur?" më pyeste çdo gjysmore. "Jo, vazhdo." Dhe ai vazhdonte. Me zërin e tij të thellë, si val deti që thyet ngadalë në shkëmbinj, ai më merrte për dore dhe më çonte në përkujtime që nuk I kisha jetuar ende. Më bënte të qaja pa lot, të qeshja pa zë, të ndjeja gjëra që I kisha varosur thellë në shpirt. Në orën e tretë, ai më tregoi për vdekjen. Jo për të trembur, por për të më kujtuar se jeta është e shkurtër dhe ne humbim kohë duke pritur leje nga askush. "Nuk ndaloni së foluri?" e pyeta me zë të mbytur. "Nuk ndaloj," tha, "sepse ju nuk keni ndaluar së dëgjuari. Dhe kjo është e rrallë." V. Ajo që mbeti pas orëve. Kur mbaroi ora e 4, ra zilja e murit të vjetër. Ishte mesnata. Unë isha ende ulur në atë divan, por ndryshe.
jo e lodhur, jo e ngopur, por e mbushur. Ai plaku, pa më prekur asnjëherë, më kishte kënaqur më shumë se çdo burr tjetër në tërë jetën time. Dhe nuk ishte ndalur së bërja atë punë. Atë punë për të cilën as që kisha një emër. Të bësh dikë të ndihet i parë, i dëgjuar, i kuptuar pa pasur nevojë të shpjegoj asgjë. U ngrita ngadalë, i putha dorën. Nuk thash faleminderit, sepse ajo fjalë ishte shumë e vogël. Kur të vi përsëri? Pyeta. Ai buzëqeshi me atë buzëqeshjen e tij të ngadalt. Kur të harosh se ke nevojë për mua. Atëherë eja përsëri, dhe unë kuptova se ai plaku nuk më kishte dhënë vetëm 4 orë. Më kishte dhënë urinë për të jetuar më mirë ato që mbetën. Nuk kaluan as 2 javë dhe unë trokita sërish në derën e tij prej druri. Këtë herë nuk prita të shtunën. Ishte e martë, një mbrëmje shiu, dhe unë kisha nevojë për të dëgjuar zërin e tij siç kisha nevojë për ajër. Ai më hapi derën me të njëjtën qetësi. Nuk më pyeti pse kisha ardhur kaq shpejt. Nuk më tha e dija. Thjesht më lëshoi të hyja dhe më uli në të njëjtin divan prej kadifeje. Sot nuk do të flasësh ti, i thash. Atëherë, kush do të flas? Më pyeti me vetulën e ngritur. Unë. Dhe për 3 orët e ardhshme, fola unë. I tregova gjithçka që nuk ja kisha treguar askujt. Frika se mos jam e padashur, brenga se mos kam humbur kohën kot. Dhe ai nuk më ndërpreu asnjëherë, vetëm rinte aty, me duart e tij të vjetra të palosura mbi bark, duke më parë me ato sy gri si dallgat e qeta. Kur mbarova çaja, jo me të qara të mëdha, por me lotë të ngadalt që rëshqisnin në faqe si shi në xham. Tani e di pse erdhe tek unë që në fillim, tha ai. Pse? Sepse ti nuk ishe nevojë për një burr që të merrte. Ti kishe nevojë për dikë që të mbante. S'ha. 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 S'shtat. Ajo që nuk ndal kur. Kaloi 1 vit, pastaj 2. Unë vazhdoja të shkoja tek plaku Sokol, por jo më çdo javë. Ndonjëherë një herë në muaj, ndonjëherë më rrallë, sepse ai më kishte mësuar diçka thelbësore. Të jem e tërë edhe kur jam vetëm. Një ditë kur mbërita, dera ishte e hapur. Brenda nuk ishte dritë. E gjeta të shtrirë në krevatin e tij të ngushtë me batanien e leshtë deri te mjekra. Fytyra e tij ishte e qetë, pothuajse e gëzuar. Syt ishin mbyllur, por buzët ishin pak të hapura, sikur kishte vdekur në mes të një fjalie. Mbi tryezën pranë tij mi cop letër e palosur. E hapa me duar që dridheshin. Aty shkruhej. E dashur, mos qaj. Unë nuk ndalova së foluri as në ëndrrën time të fundit, dhe ti mos ndalo së dëgjuari atë që zemra jote i thot vetes. Të kënaqa 4 orët e para, por ti më kënaqe mua çdo herë që erdhe. Faleminderit që nuk u trem nga mosha ime. Faleminderit që më lejove të jem i dobishëm edhe një herë. Sokol. 8. Ajo që mbeti për gjithmonë. Atë natë qëndrova gjatë në shtëpinë e tij bosh. Nuk thira askënd, nuk lëviza asgjë. U ula në divanin e kadifejes dhe mbylla syt. Dhe për një çast të gjatë pata përsëri ndjesinë se ai ishte aty, duke folur me zërin e tij të ngadalt, duke më thënë se jeta nuk matet me orët që rrim gjallë, por me orët që ja vlen t'i kujtojmë. Dhe unë e di se ato 4 orët e para, kur ai nuk ndalonte së më kënaquri me fjalëve me heshtje, do t'i mbaj përgjithmonë në pjesën më të thellë të shpirtit. Sepse ai plaku nuk më dha vetëm kënaqësi, më dha veten time. Dhe kjo nuk ndalet kur.